Prej vitesh qyteti bregdetar i Vlorës përballet me një mungesë tepër të madhe, atë të banjove publike. Pavarësisht se në qytetin bregdetar shumica e banorëve janë të moshës së tretë, sërish sipas tyre asnjë banjo publike nuk ka. Në rast të nevojave personale, qytetarët tonë se detyrohen që të shkojnë në lokale, ku sigurisht duhet të paguajnë. Ata tregojnë se paguajnë tarifa që as nuk i përballojnë dot me pensionet që kanë. Për qytetarët tepër e rëndësishme është krijimi i banjove publike, një nevojë emergjente për ta. Ndaj qytetarët apelojnë përkundrejt pushtetit lokal të mendojë për ta, duke investuar në krijimin e banjove publike. Ja, kryesore, sidomos për të çështje planuarit është ja më primare. Tu ka pas atje, edhe e gjuna. O prishën se e bën gjelbërim, e bën dhe beton, edhe vetëm për banjë publike. E gjuna për ta pensionistat, kjo është kryesore për pensionistat. Leson sidomos për këta pensionistat, për të tjerë të hajtë se do vend të pinë kafe në lokale dhe e marrojnë punë. Po për pensionistat është këtër gjuna. Po jo, po të ishe, momenti për të ishe bini lokal, nuk bini në cepave, po të ishe kosh me vëmendje, e kene çdo cep me një. Po shumë e keqë, sa do të ruesh tjetit. Pa diskutim, sidomos për neve je pa diskutim. Po neve moshatarët vuajmë që që vërteta. Po kur ju ndodh kjo detyrim? Turpërojmë, se s'dikut veç. E kështu që duhet patjetër. E bën atë, pastaj e thëmë gjoja për blozë fëmit. Ajo, ale është bërë në fakt. Qarë thuti, po do veshte lokal, po të vinë e turpër. Do veshte lokali, se lokali, ajo shjet me dhe. Herë të lë, herë të lë. Po të kishte dhe një me pagesë edhe do pagosh nga e keqja. S'ka qarë bënë. Qarë diskutim, do të kjetë. E ka patur. Se dim politika, ka patur. Një ka qenë tu, aty të vrarë. Një ka gjithë të fabrikorisë, një sketë. Tu ka dhe shumë moshatar që frekuentojnë të zonë. Po tani do vesh në klub me lek. Me lek çdo gjë, edhe ajri do bëhet me lek. Edhe i faktura se po në rregull pas. Të rinë mase do e bën më mirë megjithëse. Edhe me lek të bëhen, po të ketë panje publike. Edhe me lek të bëhen ato, po të ketë shërbim për. Po bëni një të banjë. Si e shikoni ju si qytetar, është e nevojshme? Po është, bëni. Një ose dy. Mund dhe njeri të pi një kafe atje dhe në banjo. Duhet banjo publike, po pa tjetër që do vesh atje do paguash dhe kafen se ndryshe të lë ai atje. Shumë gjëra ka ndryshuar, shumë gjëra janë bërë. Po, e du më thoshme, për higjenë për pastësi, për çdo gjë. Ndërkohë mungesa e banjove publike ka shkaktuar në qytet edhe një tjetër problematik. Qytetarët që në mungesë të tyre kryejnë nevojat personale vende pa vend, duke ofruar një imazh as pak të hijshëm dhe mbi të gjitha duke u kthyer në ndotje për qytetin.